Jap ndërheqjen. Edi Rama lë politikën. Në një zhvillim dramatik që ka tronditur skenën politike shqiptare, kryeministri Edi Rama ka njoftuar sot ndërheqjen e tij nga politika. Lajmi vjen në një moment e delikat, vetëm pak muaj para zgjedhjeve parlamentare, duke krijuar një situatë të paparashikuar në peizazhin politik të vendit. Njoftimi i papritur. Vendimi është komunikuar në mënyrë të papritur, pa paralajmërim të mëparshëm nga kryeministri apo rrethit i ngushtë politik. Rama, i cili ka drejtuar vendin për 12 vite radhazi, nuk ka dhënë ende shpjegime të detajuara për arsyet e këtij vendimi, por ka premtuar një deklaratë publike në ditët në vijim. Ndërheqja e papritur ka nxitur një valë spekulimesh dhe interpretimesh të ndryshme. Teoria e lodhjes politike. Drejtimi i vendit për 12 vite mund të ketë shkaktuar lodhje politike, presioni i vazhdueshëm dhe përgjegjësitë e shumta mund të kenë ndikuar në vendimin e tij, po ashtu edhe dëshira për t'i dhënë fund një cikli të gjatë politik. Situata mbetet në zhvillim e sipër dhe pritet që në orët e ditët në vijim të ketë më shumë qartësi mbi arsyet e këtij vendimi dhe implikimet e tij për të ardhmen politike të vendit. Po ju, çfarë mendimi keni mbi këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.